Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në ditën e 14 të muajit të bekuar dhe në iftarën e 14. Jemi në muajin e Ramazanit dhe në muajin e Kur'anit. Ramazani muaji i Kur'anit. Ka thënë Allahu azza wa jall, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur Kur'ani. Dhe ka thënë Allahu, inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne kemi zbritur atë Kur'anin natën e Kadrit. Për atë arsye, madhështinë dhe jashton dhe vlerën dhe peshën këtij muaji të bekuar, zbritja e Kur'anit po në këtë muaj. Nga ky kontekst musliman, kryetyre mësuesi muslimanëve dhe njerëzimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, anëpse ka qenë gjithmonë aktiv me Kur'an, e ka dyfishuar leximin e Kur'anit dhe marrjen e tij me Kur'an gjatë muajit Ramazan. Dhe shokët e tij pas tij gjithmonë e kanë shtuar intensitetin e të lexuarit të Kur'anit gjatë muajit Ramazan. Për shkak se është muaji i Kur'anit, se savapi është më i madh në të. Dhe njerëzit për ibadeteve të cilat i bojnë Ramazan është edhe leximi i Kur'anit, dhe muslimanët gjithmonë kanë bërë gara me bë sa më shumë hatme Kur'anin gjatë muajit Ramazan. Andaj o ju musliman, o ju që besoni Kur'anin hak, lexoni Kur'an në muajin Ramazan. Lexoni Kur'an në muajin e bekuar. Lexoni, ju që dini me lexu, ju që nuk dini, mësoni me lexu Kur'an, sepse ka humbur shumë ka humbur ai i cili nuk di të lexoj Kur'an. Ai është fukara. Shumë ka humbur pa Kur'an. Qysh mos me humb kur për të shkruar të Kur'anit? Që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu shpërblen nga 10 savape. Nga 10 në Ramazan, bereqeti më i madh, savapi më i madh. Kur'ani, nuri dhe dritë i shpirtit muslimanit në këtë dunja, nuri dhe dritë i rrugës muslimanit gjatë jetës së tij në këtë dunja. Kur'ani, nuri dhe dritë, anvar të muslimanit. Kur'ani nuri dhe dritë, kur dalim para Zotit dhe dëshmitar për ne, e jo kundër nesh inshallah, kur dalim para Allahut azza wa jall, dhe vije bashkë me Ramazanin, që ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vjen Kur'ani, vjen Ramazani, dhe bojnë shefat, ndërmjetësojnë për robën e Zotit, ndërmjetësojnë, thojnë o Zot, kë për mu ka najt pa hamër e pa pi, o Zot, kë edhe gjumën e ka prish për me lexu Kur'an. Andaj, me bën mua të bëj shefat, ndërmjetësej të kë, dhe Allahu ja pranon ndërmjetësimin e shefatin Kur'anit dhe Ramazanit, dhe bëjnë shefat edhe ta ndihmojnë shumë për t'i kaluar vështërsitë e ditës së Kiametit dhe për ta vazhduar rrugën për xhenet. Allahu na boft të mund shumër xhenetin ya rabbel alamin, dhe na boft haram xhehenamin. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more.
To all the people, open up your door. Peace, love, and joy. Let them soar, let them soar.